Kiara Tito ka qenë ftuar në një emision ku ka folur për jetën e saj dhe karrierën profesionale. Gjatë intervistës ndodhi një moment i papritur ku moderatorja vendosi të telefononte aktoren dhe ish banoren e shtëpisë më të famshme numër 2, Olta Gixharin, për të diskutuar një temë që po trajtohej në panel. Telefonata solli dhe një moment miqësor mes dy ish rivaleve të reality show-ut. Olta e përshëndeti Kiara Titon me shumë sportivitet dhe i dërgoi përshëndetje dhe partnerit të saj Luiz Elli, me të cilin ajo nuk ka pasur kontakt pas përfundimit të spektaklit dhe normalisht pas xhirimit të filmit. Megjithatë, reagimi i Luizit nuk vonoi. Fituesi i edicionit të dytë të shtëpisë së famshme publikoi një reagim ironik në Instagram duke vënë në dyshim spontanitetin e momentit. Më shpejt e nxorri regjia foton dhe emrin në ekran, se sa bëri ajo që të hapte telefonin. Krejtërsisht domethënë, me që kështu ishte dhe tema, shkroi ai duke ndezur më shumë debatet në distancë mes Oltës dhe Luizit. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.